Të dashur priveista, para se të vazhdojmë tutje me rubrikën e fundit për mbrëmjen e sonjme, unë juftoj të jeni pjesë e emisionit prive jo vetëm të shtunave, por gjithashtu keni edhe portalin ton prive.al për më të reja sa e përket showbizit shqiptar. E gjithashtu edhe kanalin zyrtar në YouTube me Prive Klan Kosova. E tani vim për ju të pathënat e kësaj jave, se kush bën pjesën e to e kuptojmë tani. Ndër 50 fotografi nga 70 vendet të ndryshme të botës, fotografia e fotografit Arton Humolli për herë të 5 radhazi është zgjedhur ndër 35 fotografit më të mira për të publikuar në revistën Foto në Paris. Kjo revistë, e cila është në treg që nga viti 67, ka pasur shumë fytyra të njohura në ballinën e saj, ndërsa që nga viti 2009, fotografi Humolli konkuron çdo herë në konkursin e kësaj reviste, nga ku doli me sukses 5 herë. Në konkursin e revistës Foto për vitin 2015, është zgjedhur fotografia me personazh Vildane Zeneli. Pas lajmit se Golligji është bërë pjesë një filmi, tani më kemi edhe informacione të tjera, sigurisht në fushën e muzikës, mbi reperin nga Lugina. Ai si gjithmonë edhe këtë vit po e nis me përplot projekte muzikore. Bota kalimtare, Trim Jezerci, Dashnia e nënës, bashkëpunim me Shyhrete Behlulin, janë 3 projektet e pa publikuara të cilat pritet të dalin deri në fund të muajit shkurt. Ka vetëm një muaj prej se Dyton lansoi këngën e tij të fundit Kapilekt, e që ishte bashkëpunim me reperin nga Chaos Vik Popa. E 2016 reperi Feriz Ajas nuk do ta nisë me bashkëpunime, por me një single dhe atë shumë ndryshe në muzikë dhe me një stil tjetër nga këngët e tij paraprake. Me muzikë nga Dyton, Ebini Diaz, teksti shkruar nga vetë reperi dhe videoklipi realizuar nga Max Production, kënga më e re, pritet të dalë brenda janarit. Duket se reperi 2x2 nuk po I kushton edhe aq rëndësi singlave pasi e ka mendjen për diçka më madhështore. Duke pas parasysh që kanë kaluar 6 muaj pa ndonjë projekt të ri, gjithsesi nga kënga e fundit Kohë që lujna, po na bën të kuptojmë se Besniku është duke përgatitur një super surprizë. Bëhet fjalë pikërisht për një album I cili do të publikohet para verës e që do të përmbajë gjithsej 15 këngë. Sigurisht se këtij albumi do t'i paraprin ndonjë këngë me videoklip, por kur do të ndodh kjo? Mbetet të shihet. Në 10 vitet e fundit, muzika dhe videot kosovare dhe shqiptare janë duke ngritur kualitetin dhe disa prej tyre kanë treguar sukses edhe ndërkombëtarisht. Në fund të vitit 2015, mediat kroate dhe maqedonase në 2 raste të ndara e kanë cekur se videoklipet e shteteve të tyre janë të nivelit shumë më të ulët krahasuar me videoklipet kosovare. Praktikisht të 2 shtetet e kanë cekur se nga I gjithë Ballkani, së paku videoklipet kosovare dallohen si më të mirat. Gjithashtu ato nuk lanë pa përmendur që një prej kompanive e cila bën videoklipet e kualitetit më të lartë dhe që janë për të xhelozuar sipas tyre, janë videoklipet e kompanisë Entermedia. Artisti I ri Sparks, 2 ditë më parë ka lansuar këngën e tij më të re të titulluar Ka shkove. Ky produkt është punuar nga Cricket Beats, derisa teksti është shkruar nga vetë artisti. Klipi është realizuar në kryeqytetin e Shqipërisë nga Max Production, që në minutat e para të publikimit kënga mori kritika pozitive. Kujtojmë se kënga Ka shkove pason atë Mu Alekt, që ishte një nisje e mirë e karrierës së Sparksit. As Fjolla Morina nuk po rri duar kryq në këtë fillim vit të ri, edhe ajo po punon për një projekt muzikore I cili çoi pluhur ende pa dalë në shesh. E nga e gjithë kjo zhurmë, pritet të jetë një super bomb. Prive mëson se përveç pamjes seksi dhe provokative të Fjollës në këtë klip, do të ketë edhe një risi, e kjo është prezenca e vajzës së këngëtarës për herë të parë në një projekt të SM-s. Për stylingun e Fjollës është përkujdesur Joni Peçi, derisa skenat e klipit po xhirohen nga Max Production. Të dashur shikues të Prives, me këtë çfarë do të them se ky është fundi I këtij edicioni. Një falënderim I posaçëm shkon për ju, sepse jeni ju ata që na bëni emisionin numër 1 të showbizit në vend. E gjithashtu falenderoj edhe sponsorin tonë, ai është Vala 4G. Vazhdoni edhe më tutje të qëndroni me programet e Klan Kosova e ne takohemi sërish bashkë javën që vjen në të njëjtën kohë dhe në të njëjtin vend. Natën e mirë.